Kryeministri Edi Rama në një takim me qytetarët e Kukësit foli për zhvillimin që ka pësuar qarku i Kukësit dhe kujtoi vitet e fillimit kur sipas tij vinte në qytetet e qarkut dhe ato dukeshin të zymta. Janë infrastrukturë rrugore në qark me asfalt apo rrugë të bardha, domethënë rrugë të shtruara që janë në zona shumë të thella. Dhe faktikisht kemi 177 kilometra rrugë të brendshme brenda qarkut që janë transformuar, 153 projekte dhe 134 milion euro. Kështu që faktikisht ka akoma disa pika pa akses të arsyeshëm, por në raport me ku jemi nisur, kemi siguruar në përgjithësi akses të arsyeshëm. Ky është ai që ne quajmë rigjenerimi urban dhe këtu në Kukës për shembull besoj edhe në Baramcur edhe në Has më pak, po besoj që jeni dëshmitarë të gjithë ndryshimit që ka ndodhur, qoftë me qendrën e qyteteve, qoftë me lagjet, kemi akoma blloqe të tjera në proces me Bashkinë e Kukësit. Por deri tani janë bërë 35 projekte rigjenerimi urban dhe janë investuar 17 milion euro. Këto janë projekte që lidhen me turizmin dhe me mjedisin, edhe 7 projekte në vlerën 2.4 milion euro dhe këtu du të prek një element që është shumë i rëndësishëm për këtë zonë. Miniera e arit në për turizmin shqiptar nuk është Bregdeti, po janë malet. Kryeministri Rama prezantoi në Kukës programin elektoral ku theksin e vendosit tek zhvillimet ekonomike të vendit që nga viti 2013 deri në fund të vitit 2024.